Ju zonja Açka keni bërë një shkrim së fundmi që unë e kam lexuar me shumë vëmendje që flisni për atë tërheqje që ndodhi brenda Partisë Demokratike. Ju flisni për një ligatin politike ku ndodhet pikërisht Partia Demokratike. Kush mban përgjegjësi kryesore për këtë gjendje sipas jush? Po, ne mësuar gjithmonë Maria që të gjejmë fajtorin, ta hedhim fajtorin. Sigurisht që faji është një qyrë që askush dëshiron ta vesh, por në politikë ndryshe sigurisht fajet personale janë shumë vendimtare, por në rastin e vendimeve, edhe për shkak të vetë mënyrës se si operon politika, që është më shumë një ansambël, është më shumë një gjë kolegjiale, sigurisht në parti që kanë demokraci. Unë po flas tani mbase me pak nuancë utopike, pasi partitë shqiptare pak lidhje kanë me demokracinë e partive europiane në përgjithësi, në strukturën, në mënyrën në sjellje politike, por edhe në mënyrën se si relatohen me publikun. Gjithsesi, faji negativës, po e themi tani kështu negativ, siç e kam thënë unë për shkak e kam në kuptimin që nuk po prodhon lider të ri. Pra, e ka kalbur atë barishte, atë gjelbërim, atë gjë që kishte, atë entuziazëm që kishte në fillim të viteve 90, Partia Demokratike dhe në përgjithësi, po them opozita, si duket këto u ndenjo, kjo gjë që nuk komunikon, kjo lloj mungesa e këtij, po them drenazhimit e këtyre gjërave, tani po flas në gjuhën e një gjëje që nuk e njoh aq mirë siç është kjo, po them trajtimi i tokës e gjërave, por në fundit kështu janë gjërat. Është një gjë që duhet na kishte shkundur. Nuk e kam ditur para se të jam politik se si funksionojnë partitë. Kam qenë entuziaste, jo se më ka humbur entuziazmi, por tani jam më realiste. Pra, kur flas me një prizëm, flas me një këndvështrim, edhe pak dhe mbak, nuk është më ai entuziazmi që kisha para se të hyja. Sigurisht ka emra, ka përgjegjësi, ka njerëz të cilët nuk e mbajnë, kanë dëshirë ta mbajnë kështu për ta kontrolluar më mirë. Dhe kjo nuk është vetëm në rastin e partije, por në rastin edhe të një sistemi të caktuar shoqëror, që ngrihet mbi deformime, në një farë mënyrë siç është deri diku në fragmente të saj ose në mos në tërësinë e saj, edhe shoqëria shqiptare, raportimi me institucionet, të gjitha këto që kanë deformime dhe na kanë sjellë këtu ku na kanë sjellë, do duhet që gjërat të funksiononin, pra rregullat kur i kemi vendosur rregullat. Do duhet t'i zbatojmë. Problemi i partive shqiptare është se ato nuk janë mirëfilli demokratike. Atje s'u ndonjëshi që është një mentalitet i bartur mbase edhe nga pikpamja historike, por edhe i bartur edhe nga diktatura ne në fakt nuk bëm një lloj pastrimi të shoqërisë shqiptare. Kaluam një elitë që deri dje ishte një elitë që kishte shërbyer Enver Hoxhës një pjesë e saj, por gjithsesi edhe në formën e heshtur kishte shërbyer Enver Hoxhës, me njëherë të nesërmen u gdhi në fillim të viteve 90 një elitë demokratike. Është pak e vështirë pra ti shohësh gjërat kështu, një kapërcim të tillë të Ylberit brenda 24 orëve, por gjithsesi në këtë rrugë 35 vjeçare disa gjëra duhet i kishin bërë, disa detyra, edhe një lloj pastrimi të shoqërisë duhet ta kishin bërë. Ndryshe nuk do të ishim këtu ku jemi. Do thotë që pa bërë këtë gjë, neve kemi ruajtur këtë kompozimin brenda nesh, nuk e kemi shoruar flagën, nuk kemi pastruar partitë, dhe sot jemi në këtë ligatin që po flas. A mendoni zotja Açka se kriza brenda Partisë Demokratike është më shumë krizë leadershipi apo krizë modeli politik? Shiko, kriza leadershipit është i kombinuar edhe me krizën e modelit politik. Ne nuk kemi modele politike. Unë kam bindjen që gjëja që po i bren më shumë partitë politike shqiptare të vogla. Ju keni parë partitë e vogla, parti e njëshit. Një njeri janë dhe disa vetë që vinë rrotull saj, gjendo një vend të partitë e mëdha në listat e tyre, po ç'parti janë këto? Çështja është gjëja që nuk ka në shkollën e vet. Politika shqiptare është mungesa e shtetarëve. Sepse shtetari është një politikan i cili në një farë mënyrë e mbaron ora politike. Një politikan që si thua vdes politikisht, vdes politikisht. Do thotë që di që deri këtu
mund të shërbejë një kauzë të caktuar dhe largohet që të hap rrugën një leadershipi të ri, një politikanit të ri, një shpure të re, siç do të ndodh me freskimin e elitave. Në këtë sens ne nuk kemi shtetar. Ne kemi politikanë të cilët dëshirojnë deri në fund të shihin lamën, po ata mendojnë se e drejtojnë. Dhe çështja është se edhe heshti që rrethon përpos zgjedhjes që ata i bëjnë aty grupit vogël që i mbështet, i mban në të dyja kampet, po them, po flas edhe tek Djata dhe tek Majta, se nuk po flas për partitë e vogla, të cilat janë pak a shumë, po them, si në orbitën e të dyja partive dhe ende në rrotull tyre si satelit, po flas për partitë e mëdha që kanë dominancën e tregut politik. Nuk duan sepse nuk është vetëm çështja e privilegjive. Është çështja tek ajo, sidomos tani, tek ajo, po them, doza e zullumit, të vetit personal, të grupit të tyre. Pra, vjen mungesa e reflektimit, mungesa e transparencës me publikun shqiptar, mungesa e reflektimit dhe, sidomos, pa përgjegjësia për të sjellë, për ta trashëguar forcën politike, për ta reformuar, për ta mbajtur të freskët demokratike. Zonja Aska, ju thonë që duhet të ketë një leadership të ri, një frymë të re që nuk po shikohet nga politika shqiptare, edhe e nënkuptoni këtë me transfuzion, sidomos brenda Partisë Demokratike. A mendoni që lëvizja Saliani, lëvizja më e fundit që është shtrirë në mënyrë kapilare, thuajse në çdo qytet të Shqipërisë, është një leadership i ri dhe një lëvizje që meriton mbështetje? Unë nuk e di deri ku do të shkojë Saliani dhe lëvizja Saliani përgjithësi. Unë di të them që ndër ky grup i ri politikanësh, me Saliani edhe kam punuar në një grup parlamentar, kështu që kam dhe njohje personale të figurës së tij, po flas jo vetëm politike, por edhe personale, dhe e kuptoj, ka qenë një gjë ka ardhur natyrshëm edhe tek Saliani, po edhe te forca politike. Të mos harrojmë kolegët e Salianit, heshtin si fija e barit, kur e shohin shumë mirë ligartinën, do thotë që gjithë kënaqësinë e kanë të mbijetojnë vetë, të shkelin syrin zotit Berisha, shpresojnë që dhe çfarë do nëse më ndodh në një, po them, në një tronditje të sistemit tonë sot, në një, po them, në një qeveri tranzitore, në një zgjedhje të parakohshme, të jem prapë në listë. Pra shikoj, bëjnë gjithçka në mënyrë që të paktën mos e mërzisin liderin e Partisë Demokratike. Pra kjo lloj mënyre të kuptuari i bën e dallon Saliani pikërisht për këtë gjë. Ndoshta është personale për shkak se nuk ka asgjë për të humbur, për shkak të jetëshkrimit të tij, të mos harrojmë, Saliani është i vetmi në grupin, të paktën që kam qenë dhe unë, i cili u ndëshkua në një farë mënyre. Sigurisht, ajo mund të ishte edhe gabim personal. Është edhe pjesa e dozës, po them, e papigurisë, të rinisë, mund t'i futim të gjitha, nevoja për një farë karizme, nevoja për një farë, po them, publik, për një lloj, po them, reklame, ose për rënja në sy, ose protagonizmi personal. Por ama dosjen që pati Saliani dhe nëmsoj Saliani, nuk ka se është e pavërtetë. Është një dosje e vërtetë dhe rezultoi që akuzat që bëri Saliani ishin të gjitha të vërteta.